Gjykata themelore në Pej i ka shpallur të pafajshëm Halil, Kreshnik dhe Kastriot Mehmetajn, të akuzuar për vrasjen e 3 fish në Glogjan. Ngjarja kishte ndodhur më 26 nëntor të vitit 2021, kur një autobus me nxënës ishte sulmuar me armë zjarri, duke lënë të vdekur shoferin dhe 2 nxënës. Sipas aktakuzës, familja Mehmetaj dyshohej se sulmin e kishte kryer për motive hakmarrjeje. Edhe pse vendimi për ta pritej të merrej në korrik, gjykata vendosi ta rikthej procesin në shqyrtim. Shkak për rihapjen ishte një video ingjizim, ku pretendohej se Kreshnik Mehmetaj shihej duke shtënë me armë në një zonë malore të Deçanit, që prokuroria dyshonte se mund të ishte ajo e krimit. Sidoqoftë, për veprën penale të armëmbajtjes pa leje, Halil Mehmetaj u dënua me 3 vjet burgim dhe Kreshnik Mehmetaj me 1 vit, ndërsa Kastrioti u lirua edhe nga kjo akuzë. Shënjestër.net